Molla Sula, amaneti I malësisë së Tetovës. Në trojet shqiptare të Pollogut dhe malësisë së Tetovës, populli shqiptar përjetoi vite të rënda nën sundimin serb dhe bullgar. Shqiptarët jetonin nën presion të vazhdueshëm, duke u përballur me taksa të rënda, grabitje tokash, djegje shtëpish dhe dhunë të pandërprerë. Tokat shqiptare u merreshin vendasve dhe u jepeshin kolonëve serb, ndërsa shqiptari në vendin e vet trajtohej si I huaj. Në ato vite, në malësinë e Tetovës u përmend emri I Gjorgjias, kryetari I komunës dhe përfaqësuesi I pushtetit serb në krahin. Ai njihej për ashpërsinë dhe dhunën ndaj shqiptarëve. Thuhej se kishte marrë pjesë në internime, tortura, vrasje dhe konfiskime pronash, duke lënë pas frikë e urrejtjet e banorët vendas. Në vjeshtën e vitit 1915, Gjorgjia vendosi të largohej nga Selca në drejtim të Prizrenit. Largimi I tij lidhej me frikën e hakmarrjes për zullumet që kishte bërë gjatë viteve të sundimit serb në malësinë e Tetovës. Lajmi për largimin e tij u përhap shpejt në Selcë. Disa burra patriot të fshatit vendosën të organizonin atentatin. Mes tyre ishin Molla Sula, një hoxhi I njohur për trimëri dhe besë, Gani Xhelili dhe Brahim Shabani. Në ditën e largimit, Gjorgjia mori me vete pandurin Sali Ademi dhe u nis drejt Prizrenit. Herët në mëngjes, para se të zbardhte dita, 3 selcacët zun prit pran urës së mullinjve të Selcës, afër lumit Pena. Kur Gjorgjia arriti në mes të urës, pritësit dolën në mejdan. Plumbat e goditën me një herë Gjorgjin, I cili raj vrar në lumë. Atentati u përhap shpejt në gjithë krahinën dhe u kthye në simbol të kundërshtimit shqiptar ndaj pushtetit serb. Pas atentatit, njëri prej sulmuesve kërkoi të vritej edhe panduri Saliu, që shoqëronte Gjorgjin, por 2 të tjerët nuk pranuan dhe vendosën talimin të gjallë. Kështu, Sali Ademi shpëtoi. Vrasja e Gjorgjisë shkaktoi reagim të ashpër nga pushteti serb. Në vitin 1918, forca të shumta ushtarake dhe xhandarmerie rrethuan Selcën e Tetovës dhe shtëpinë e Molla Sulas. Mirpo, ai kishte arritur të largohej drejt Greqisë për t'u strehuar. Në mungesë të tij, autoritetet serbe internuan gjithë familjen e tij, duke I dërguar në burgun e Nishit. Kur Molla Sula mori lajmin se familja e tij ishte burgosur, ai u përball me një sakrificë të rëndë. Për të shpëtuar fëmijët dhe familjen, vendosi të dorëzohej vetë. Pas kthimit, u arrestua dhe u dënua me 12 vjet burg. Pasi I mbajti 12 vitet e burgut dhe u kthye më në fund në shtëpinë e tij, Molla Sula nuk gjeti qetësinë që kishte ëndërruar për vite me radhë. Në pragun e shtëpisë e priste një dhimbje edhe më e rëndë se burgu. Gruaja e tij kishte ndërruar jetë nga murtaja. Shtëpia që dikur ishte mbushur me zërat e familjes, tani dukej e zbrazët dhe e heshtur. Miqt, fqinjët dhe të afërmit u mblodhën pranë tij për t'i dhënë zemër dhe për ta ngushëlluar pas gjithë atyre vuajtjeve. Me kalimin e kohës, ai krijoi familje të re dhe ju lindën shumë fëmijë. Por plagët që kishte lënë jeta nuk ju shëruan kurrë plotësisht. Edhe pse mundohej të rindërtonte jetën, vuajtjet e shqiptarëve dhe padrejtësitë që shife përreth nuk e lanë asnjëherë të jetonte I qetë. Edhe në vitet e mëvonshme, sidomos gjatë luftës së dytë botërore, represioni ndaj shqiptarëve nuk u ndal. Molla Sula vazhdoi të lidhej me çetat shqiptare dhe të kundërshtonte pushtetin jugosllav e partizanët serb. Ai njihej si burr që nuk pranonte padrejtësinë dhe qëndronte gjithmonë në mbrojtje të popullit të vet. Në vjeshtën e vitit 1944, në një natë të errët dhe të ftohtë, forcat e UDB-s dhe xhandarmerisë serbe rrethuan Selcën. Shtëpia e Molla Sulës u mbush me ushtar të armatosur, britma dhe frikë. Pas shumë viteve burg, vuajtjesh dhe sakrificash për popullin e vet, kishte ardhur nata më e rëndë e jetës së tij. Pasi e kapën brenda shtëpisë, në sy të familjes filluan ta dhunonin mizorisht. Nuk u mjaftuan me rrahje e tortura. Thuhet se e dogjën të gjallë me saç të nxehur.
duke i shkaktuar plagë të tmerrshme para syve të njerëzve të tij më të afërt. Familja nuk mund ta ndihmonte, ndërsa britmat dhe dhimbja mbuluan gjithë shtëpinë. Por edhe aty nuk mori fund tragjedia. Para se ta largonin, e lejuan të përshëndetej me vajzën e tij të vogël, Aishen. Vajza ju hodh në përqafim mes lotësh, pa e ditur se ajo do t'ishte hera e fundit që do ta shihte të gjallë baban e saj. Kur u nda prej tij, në shamin e saj kishte mbetur e ngjitur një pjesë e lëkurës së djegur të Mollasulës, nga djegjet dhe torturat çnjerëzore që kishte përjetuar. Pas kësaj, e morën nga shtëpia dhe e dërguan në fshatin Lac, pranë Selcës, i banuar kryesisht me sllav në ato kohë. Atje e likuiduan fshehurazi, pa gjyq, pa mëshirë dhe pa lënë asnjë gjurmë. Trupi i tij u zhduk dhe deri më sot nuk dihet se ku prehen eshtrat e Mollasulës. E bija, Aisha, e ruajtja të Shami gjatë gjithë jetës së saj, si kujtimin më të dhimbshëm që mbante nga babai. Shamia qëndroi pranë saj deri në ditën e fundit të jetës, 14 shkurt 2018, kur ajo ndroi jetë në moshë të thyer. Edhe sot, ajo Shami ekziston dhe përmendet si një dëshmi e gjallë e barbarisë dhe dhunës së ushtruar ndaj shqiptarëve në malsinë e Tetovës. Për familjen e Mollasulës, ajo nuk ishte vetëm një copë pëlhure, ishte kujtimi i fundit i një babai të marrë me dhunë, një plagë që nuk u mbyll kurrë, dhe një rrëfim i dhimbshëm që u përcoll brez pas brezi ndër shqiptarët e asajane. Historia e Mollasulës mbeti e gjallë në këngët rapsodike të malsisë së Tetovës, si kujtim për vuajtjet, qëndresën dhe luftën e shqiptarëve kundër shtypjes. Nëse i doni historitë dhe rrëfimet e vërteta shqiptare, pëlqeni videon. Abonohuni në kanalin Eposi Shqiptar dhe ndizni këmbanën që të mos humbisni asnjë video të re.